Është vënë në pranga autori i dyshuar i vrasjes së Artur Çangut. Ngjarja e ndodhur mbrëmjen e 10 prillit në fshatin Viron, në zonën e Niklës, Fushkruj. Eduard Afmataj ishte shpallur në kërkim pas krimit dhe u arrestua sot pasi u identifikua vendndodhja e tij. Burime nga policia thanë se ai është ndaluar në një banesë të braktisur në zonën malore të Krujës. Si ndodhi ngjarja? Sipas hetimeve paraprake, konflikti mes viktimës dhe autorit kishte nisur rreth 2 vite më parë për çështje pronësie. Mbrëmjen e ngjarjes, 41 vjeçari kishte shkuar pranë banesës së prindërve të tij dhe kishte parkuar automjetin, çka dyshohet se shkaktoi përplasjen me Afmatajn. Debati mes tyre u përshkallëzua në konflikt fizik dhe më pas në përdorim arme. Dyshohet se Afmataj mori një armë gjahu dhe qëlloi ndaj Çangut, i cili humbi jetën në vend. Pas kryerjes së krimit, autori dyshohet se njoftoi policinë dhe më pas u largua nga vendi i ngjarjes, duke qëndruar në arrati deri në momentin e arrestimit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.